po vazhdojmë të ndjekim se çfarë po ndodh në Mitrovicën e Jugut, më saktësisht tashmë jam në shkollën Elena Gjika këtu në tunelin e parë të Mitrovicës së Jugut. Po shohim si po shkon procesi deri në ora 9, sipas informacioneve që kemi zyrtare nga menaxheri i qendrës kanë votuar 61 persona nga 2253 gjithsej sa kanë të drejtën e tyre për të shfrytzuar për të votuar për dy kandidatët që tashmë janë në listat e votuesve për raundin e dytë, Faton Peci nga Lëvizja Vetëvendosja apo Arjan Tahirin nga Partia Demokratike e Kosovës. Por ajo çka pam në Mitrovicën e Jugut, më saktësisht në këtë shkollë, është një qytetar i cili po ka probleme diçka me votim, bëhet fjalë për votim për nënën e tij, për shkak që ajo ka disa probleme shëndetësore dhe ai gjithmonë ka votuar për të. Qytetarin e kam afër këtu në këtë shkollë dhe kam na tregu më shumë se cilat janë problemet. A mundeni zotëri me u prezantu fillimisht? Jeni gjithmonë në këtë qendër dhe cili është problemi që jeni ballafaquar në këto momente? Veç që kam nisë me votu, jam kom këtë të përdër. E s'kom pas fillim kortesat, e sot era me nonë, nuk kom lijo me për nonë me votu. Për çka ju votoni për Se nonë nuk shë, nuk e di në rregullat çu është, edhe shkër probleme. Çfarë arsyetimi po ju japin që nuk ju lënë të votojnë për nënën e juaj? Do të shkoj ti miku, më mor një vërtetim, bëja që s'mundet kjo. Për çfarë është problemi? Unë gjithë s'kam pas fillim kur për to, gjithë kom votu për to, për babën, ama sot diçka e kanë në përshëllime. A të dytë kanë probleme shëndetësore që keni votuar jo? Dytë. Baba nuk mundet me dalë heq. Nonën kom bërë për krash, që ullëm është atë, e nuk kom njëriu me vërtu për nonën. A nuk vinë komisionarët e Komisionit Qendror Zgjedhor në shtëpi për ta shfrytzuar? Pse nuk vinë? Sa vinë në janor. Kur s'ka ndodhur më morë shtëpi, më thonë se është personi smut. Si kontë me dhonë votë. A keni bo kërkes? A keni bo? Po ku me bo kërkes, se s'përënë kërsh për asë i gajë, shkët e ajë, kërë thë shkët e kë, nuk e di ku. Tash, a ju lanë me prit, apo do të vazhdojnë me... A vetë me shku gjithçysh me mua një raport mjekësor? Du me pritat kërësorin, edhe me full me to, me besu me to. Se jo, se do të diçka me morë për asysh kjo. Vesh me qëllimi pse? Pse mi hub një votë? Në raundën e para, keni votu këto? Po, unë po të kuptoj. Kuptoj se rrundin e parë, rrundin kretë, unë e kom votu për nonën, edhe për babën. Po baba s'mundet me dalë. Nonën, për nonën ka dalë problem sot, se kërës ka pas problem te sot, sot hera parë që për më dalë për problem e to. Po presë në Lëgjan... Presëm atë kërësorin, që është këtë kërësori e këti, më dhënë, i jetë, për me votu me nonën, për nonën. Çfarë presni prej këtyre zgjedhjeve për Mitrovicën? Duhet marrë parasysh, duhet me kuptu që ka heqje zgjedhore, vetëm me na tregu se për çka ka nevojë qytetarët e Mitrovicës? Për gjithçka, për punë, për shëtime, por të që të vesh personal parë kanë fjallën që këtë do të më rregulluar. Në vitën, aja banesa është efekt, atë të merresh ku tu të mënatëm në qajtë, është një farë plepe që të, e kom qitë 3-4 herë kom qitë në të zërë, kom pas 3-4 herë në kërënkesë më qume në Shqip, jam shku të Keku, jam shku të Siviracis, jam shku komun, se kam marrë prasysh. Ato shumica flajnë me tutë. Edhe kërë se kam marrë prasysh. Pra, kërkoni kushte më të mira për qytetarët në këtë anë, edhe specifikisht në tunelin e parë të Mitrovicës. Për tunelin e parë, gjithë kunë për edhe më zeme për vendet, a pëton? Pa mu për më dhe më zemër për qëtë për shemë, se s'kem mas pare, s'ka renje ku dolim një më të. S'ka renje ku dolim më shqitit. Kështë të merë, kështë të me kontë e vorë për shemë, s'ka që këtë... Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këto, dhe thamë pastaj shojmë se si do të shkoj procesi për votimin e nënës juaj dhe pastaj flasim. Faleminderit shumë. Atëherë Viola e pam një qytetar i cili pra ka pasur probleme për votimin për ta shfrytzuar të drejtën e votës për shkak të prindve të vetë, përmendi, gjithmonë e ka bërë këtë gjë për shkak që të dy prindërit e tij si babai dhe nëna kanë probleme shëndetësore, ka qenë autorizuar për të votuar për ta, kështu ka bërë edhe në raundin e parë, pra në tetor për nënën e tij, mirë po për herë të parë, po e ka problemin që nuk po mundet me votu për të, për shkak që ajo e përmendi edhe vetë nuk sheh shumë mirë dhe nuk mundet me u orientu për këtë gjë pra për votim, dhe ky i asiston dhe i
i ndihmon. Po presim, pastaj do të shkojmë të shohim se kur do të votojnë kandidatët për kryetar të komunës. Arian Tahiri e ka nga ora 11 këtu afër, ndërsa Faton Peci nga Lëvizja Vetëvendosje 11:30 në qendër të Mitrovicës së Jugut, dhe pastaj flasim dhe i përcjellim edhe kandidatët. Viola.